Zoti Cakani, nga hetimet e SPAK-ut ka rezultuar edhe shqetësime që kanë ngritur inxhinieri grek në mbikëqyrjen që ka realizuar të tunelit të Llogaras, sipas të cilit punimet nuk kanë pasur atë cilësi që duhet, madje nuk është hedhur as çelik, po themi, në beton sa i përket ndërtimit të tunelit të Llogaras, dhe për këtë e ka ngritur shqetësim tek ish-kreu i ARSH-s Ervis Berberi, i cili tashmë gjendet edhe në gjykim. Ju si e shikoni këtë rast, sepse kjo shkon për te korrupsionit dhe në këtë rast nuk kanë menduar as për sigurinë e qytetarëve shqiptar? Kjo është një çështje teknike që i dinë specialistët e fushës. Dhe do të kuptoni diçka. Tu tregoj një shembull. Në Itali ka 30 vite që ku kam ikur unë emigrant, kur isha fëmijë 18 vjeç në Itali, 91, ka nisur një rrugë që quhet rruga Napoli Salerno Reggio Calabria. Salerno Reggio Calabria. Ajo rrugë nuk ka përfunduar kurrë. Pse? Ka 30 vite, sepse sa herë hitet një tender tek ajo rrugë, pra që bëhet një tender, ata e kanë tenderin në kuptimin e kanë të ndarë me lode në kompanive të ndryshme. Nuk e japin një kompani e kitë, e kanë të ndarë. Prokurori antimafjes për bllokimin, sepse o do futet, sepse ato tendera, ata kompani që e marrin kanë ndikim me mafjes. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që përveç se nisin hetimet për të vërtetuar kush janë këto kompani dhe i shikojnë aktivitetin e tyre, aktivitetet e kompanive, por ata bëjnë edhe hetime për sa i përket punimeve që bëhen. Pra, shikojnë nëse punimet janë brenda standardit ose jo, duke marrë grup inxhinierësh, të cilët prokuroria i përdor për të parë dhe për të pasur sasinë e ekurit, cilësinë e ekurit, për të parë cilësinë e asfaltit, pra, për të parë gjerësinë, lartësinë, pra, janë hetime normale në një botën perëndimore, këto janë normale. Në Shqipëri janë normale, por kjo duhet të jetë. Sepse ne kemi parë rrugë, autostradë, po në Shqipëri po deshet më, që deformohen që muajin e parë, muajin e dytë. Ne kupton? Dhe kjo bën që patyshim pastaj kuptohet që këto janë rrugë korrupsioni. Janë rrugë të bëra standardeve, por prokuroria asnjëherë nuk arrin. Asnjëherë nuk arrin të shikojë, asnjëherë nuk bën sekuestro, asnjëherë nuk merr në përgjegjësi penale, asnjëherë nuk bën një hetim të thelluar lidhur me cilësinë e rrugëve. Më thoni, ra rruga në Ersek, mbajti përgjegjësi Belinda Balluku me si ministre? Ja, mbajti përgjegjësi ndonjë inxhinier? Jo, mbajti ndonjë përgjegjësi ndonjë nga ata që kishte që bënte kontrollin e rrugëve? Jo, ata që firmosin për ta marrë dorëzim rrugën? Jo. Pra, kjo është mënyra më normale e të hetuarit. Dhe kështu që në kuptim të kësaj, inxhinieri grek ka ngritur një alarm dhe prokuroria duhet të ndërtojë tani, të marri pseudomon të huaj, të marri ekspert të huaj, të bëj kontrollin, sepse ajo mund të jetë rrezik nesër për të rënë dhe mund të zëni dhe vrasë njerëz. Pak herë ka është një tunel që lidh Italinë me Francën në Monte Bianco lart në veri të Italisë, ka rënë 3-4 herë, ka shkuar në burgor kompanit, ka shkuar në burg inxhinierë, sepse ka pasur dëmtime. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ne e kalojmë kështu amor folja i greku. Ky është alarm, çfarë do të thotë apo? Ka folë një njerëz që ai tunel. Madje ai i shkruan te Ervis Berberit sipas dosjes së SPAK-ut se tuneli nuk është thjesht një vrim. Po pikërisht ai si duket do jetë njerëz që i përgjegjshëm. Do jetë njerëz me moral, do jetë njerëz i cili ka njohuri për sa i përket këtyre të posaçme, për sa i përket inxhinierisë së ndërtimit. Kështu që mendoj se tuneli Llogaras duhet hetuar jo vetëm nga pikpamja korruptive e korrupsionit, unë mendoj se duhet hetuar edhe nga si është ndërtuar për cilësinë të këtij tuneli. Sepse propaganda na i paraqiti besoj vitin e kaluar. Ku propaganda na i paraqiti tunel që ky nuk ka në botë. O talleshin pastaj njerëzit shkonin ande këtej, edhe na dërgonin video, nisin mua për totalun, na Italia, na Franca, na thoshin mua është ja tuneli, po s'është i Llogaras, po si talleshin njerëzit. Pra, ka arritur dhe në këto nivele propaganda, sa tallen, sa është bërë meme në rrjetet sociale, më kupton? Kështu që unë mendoj se
edhe për te e kësaj duhet të hetuar edhe për cilësinë e tunelit, se jo nëse del që ai tunel është pa cilësinë e duhur dhe të bëhet se jo dhe një vlerësim sa ka shkuar ai tuneli. Të bëhet një vlerësim pse jo. Sa ka shkuar realisht ai tunel. Sa ka qenë kosto reale atij tuneli. Ose ka qenë 100 milionaj. Ose s'ka patur nevojë për 130 apo 190 sa çoj më pas Belinda. Për shkak të atij. Nuk, kështu që unë mendoj se ky do të jetë jetim jo vetëm nga pikpamja e vjedhjes buxhetit shtetit, e taksa baguze të varfër shqiptar, e çfarë themun atij fermerit, e atij tjetrit që lektorit dhe kudo që punon i shkreti në shi, në borë, në breshë, e i vjedhin badakçit me pushtet, me kravat e me papion i vjedhin taksat, dhe kështu që unë jam për këtë mënyrë të bëri qoftë drejtësi, qoftë bëri politik. Zoti Cakani, dhe i pyetje fundit, si mendoni sa kanë ndikuar deklaratat e forta të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj në raport me Belinda Ballukun, e cila u morë pandehur nga SPAK-u më pas, dhe a do ketë një moment që Ahmetaj mund të denoncojë në SPAK gjithçka që di dhe të trondit politikën shqiptare? Shiko, Marvej, po flet me një njeri që e njoh drejtësinë jo vetëm shqiptare, po drejtësinë europiane si funksionon. E njoh mirë, larg modestisë, e njoh për shkak se studioj, bëj dhe për interesin tim për të parë se si kryen hetime për çështje të caktuara, më duhet të studioj edhe impiante akuzatore të prokurorëve të ndryshëm, qoftë antimafia se kështu me radhë. Një gjë të dini, unë nëse do isha prokuror i prokurorisë posaçme, unë do t'i kisha hipur avionit dhe do shkoja ku të takoja zëvendës kryeministrit, meqense ai nuk e ekstradojnë për arsye të ndryshme dhe mos ekstradimi i tij është një këmbën alarmi, sepse tregon dhe vërteton edhe një herë që Europa apo Zvicera, se është pjesë e BE-s, po flasim në kuptimin e vendet europiane, nuk kanë besim te drejtësia shqiptare. Pra e shikoj drejtësia shqiptare që inkvizicion, ashtu siç e panë dhe italianët kur i dhan azil mbrojtës politik ish kryeprokurori, edhe pse ishte i dënuar këtu. Kështu që unë po të isha, do merrja avionin, edhe do shkoj në Zvicër, do ta takoja zëvendës kryeministrin dhe do ta intervistoja për gjithat që ai di. Sepse mase tani që ne po flasim, do ishte mirë që t'ishim marrë për sa sekuestro mu, ishim marrë sa masa arresti, të ndërpriteshin ca vjedhje tjera. Pra mund ta jepte informacione të detajuara, sa ka funksionuar, si funksionon dhe çfarë di ai për organizatat kriminale që bashkëpunojnë me ministra, me deputetët, pse jo me qeverinë, sepse ai ka dhënë alarmin. Ai ka thënë që në zyrën e kryeministrit ka qenë Sinaloa, ka qenë organizatat kriminale që kanë dërkuar e kanë pirë verë 33.000 euro në zyrën e kryeministrit, pavarësisht se këta mundohet t'i kalojnë këto me batuta. Jo, nuk jam batuta. Unë nuk jam batuta. Kam qenë dhe unë diku në një ambient, nuk e dija fare që ajo vera ishte rastiste, nuk e dija që ajo vera ishte, ajo shisha sa verës që po pinim ishte 25.000 euro. Dhe unë nuk grita hika se nuk e përballoja dot. Jam bishë që ka. Problemi që ndrojnë që, si këta do të folklorizoj s'ka, jo ka verë, dhe 60.000 euro, ka dhe 100.000 euro, ka dhe 33.000 euro, sa ka pirë kryeministri. Tani ne dim luksin e kryeministrit shqiptar. Sepse ai Orban ardi e shkoj në Amerikë me Uizi, me kompanin, me kompanin low cost për të takor Donald Trumpin. Ne Tirana shkon me qarat që takon në Europë. Dakorto, ja kjo është ndryshimi një burr shteti e një burr i pushteti. Pra na i them që zëvendës kryeministri që është arrati, në gjykimin tim, në mendimin tim, është një individ që ti nuk e sjell dot, por ama ty nuk të pengon kush që të shkosh atje, ata kosh ta intervistosh, ore dhe nuk sekrete mor, s'ka asgjë të keqe. Mos i thoj ku që takova, mos thoj ku që intervistova. Prokuroria punon, ka mënyrat e veta për ta kontaktuar dhe për të folur.
Dhe çfarë bën? Na indicjet që ai mund t'japi, mund të nisë jepimi. Sepse s'ka njeri më të besuar më të afërt më. Pam. Por ne jemi avokat, një asistent dhe 2 kemi në zyrë, një puna i ditë gjitha çfarë ndodh dosje të zyrë. Dhe ku ashtu sepse punojnë. Dhe janë dëshmia më e qartë që mund të ti ashtu dhe puna e kryeministit. Është njeriu i cili ka punuar më, ka bashkëpunuar. Ka hedhur firmë po të shëtyrë. Ka kthyer vendime ose si ka miratuar vendime të ndryshme. Pra, Spaku po të donte Altin Dumani ai i heroi i fëmijëve tan, i fëmijëve të këtyre po jo të mit, po të donte të zbardhte aferat e Edi Ramës dhe të qeverisë që shkonte në Zvicër. Ja, kjo është e vërteta. Zoti Cagrani, unë ju falenderoj për kohën dhe gjithë analizën tuaj këtu në Agora News. Faleminderit dhe kënaqësia ime. Mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.